Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë javë në emisionin Bardh e Zi. Ju tashmë me javën e parë keni mësuar konceptin e emisionit dhe uroj që do t'ju kem pranë ekraneve të DTV Media për diskutuar për tema tjera me Hoxh Fadil Musliun. Sot do të flasim për martesën, dashuri, sakrificë apo biznes. Si e sheh feja islame martesën dhe çfarë po ndodh me çiftet në ditët e sotme? Pse bashkëjetesa sot është zgjidhja e parë e qifteve të reja dhe në fakt pse ka kaq shumë pakënaqësi mes qifteve mes vetit dhe pse kaq shumë ndarje. Për diskutuar për gjitha këto, Hoxh Fadil Musliun tashmë e kam në studio, njëkohësisht imam dhe ligjërues në xhamin Matini. Hoxh, faleminderit shumë që dhe sot jemi neve. Mendeqof, faleminderit edhe juve. Bezoj që gjatë javës nuk je lodh shumë. Jo. Edhe pse ke shumë angazhime, por ku e kemi një hoxh të mirë, normalisht që mundohemi me i marr përgjigjet e shumta nga ju. Hoxh, sot kemi zgjedhur që të flasim për martesën, dashuri, sakrificë apo biznes, për shkak që po e dim, po e shohim pak realitetin, jo vetëm në Kosovë, në fakt, brenda neve shqiptarëve, po edhe martesa si koncept në të gjithë botën e ka humb atë fillin për çka flasin edhe feja islame, por edhe fe tjera. Çka thot feja islame për martesën? Po, bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht Allahun e madhruar falenderojmë, vetëm atij mbështetim edhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Zotit qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhis salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ju falenderit për ftesën. Jemi së bashku edhe në këtë emision për një temë të ndjeshme dhe të rëndësishme për shoqërinë tonë kosovare të pas luftës, sepse përpara shumë gjëra kanë qenë më ndrysh, dhe kisha me thonë më marrë dhe më mirë kanë qenë. Mirë po, shumë gjëra po lidhen tash prej pas luftës edhe shpesh njerëz po thonë çka po përmendi çdo herë pas luftës, sepse pas luftës me hapjen e kufive nga të katër anët kanë deportuar edhe tradita, edhe kultura, edhe civilizimet të cilat nuk janë shumë të përshtatshme për mentalitetin, për popullin ton, e në veçanti për neve si besimtar musliman. Andaj martesa është e vjetër. Martesa është e vjetër, ajo fillon qysh me njeriun e parë, sepse prindrit e njerëzimit janë Ademi dhe Hawa. Dhe Allahu i madhëruar kur e krijoi Ademin, e lani kohë të lirë, të shëtes, të hanë, të pinë. I kishte të gjitha. Mirë po nuk ishte i përmbushur. Sikur nuk i përjetonte, nuk i shijante të gjitha ato të mira që ja kishte dhënë Allahu. Gjitha begatit i kishte. Dhe e ndjente një boshllëk apo një zbrastir në trupin e tij, në zemrën e tij. Dhe kështu që deshte Allahu ta plotson atë, dhe prej tij krijoi palën tjetër, e krijoi Konhaven. Edhe ata ishin njerëz të parë të martuar, burra dhe grua, Ademi edhe Hawa, dhe prej tyre, çuçi përmend Allahu, e batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, e pastaj prej atyre dyve, Allahu shtoi shumë burra edhe gra. Pra, prej atyre dyve filloi, domethënë, njerëzimi. Kështu që martesa si koncept është i rëndësishëm, sepse martesa është shkak për mbajtjen e qenies njerëzore, për shtimin e tyre, dhe daton e thash qysh herët, dhe është vazhduar martesa gjenerat pas gjenerate, kështu ka qenë edhe tek besimet tjera, edhe të kulturat e lashta, kështu ka qenë të civilizimet e lashta. Mirë po, kohët e fundit, apo këto 20-30 vitet e fundit, sikur e ka humbat efektin edhe qëllimin që ka martesa, dhe më pëlqeu ajo që e boti prezantimin, që martesën e keni qujt me disa emra, edhe keni përmend që është interes, e keni përmendur me thonë që ka dhe qëllimet e tjera, derisa martesa nuk bëhet me atë qëllimin e parë që përmendet ju, dashni, në mes të dy qifteve, burrit edhe gruas edhe burrit, atëherë humb efekti dhe humb roli i martesës. Martesa është për të ligjësuar lidhjen në mes të një të rive dhe një të reje, në mes të një burre dhe gruaje. Sepse në kohën bashkohore, shumë vende të botës edhe në shumë civilizime të ndryshme, martesa nuk ekziston fare, ose është vetëm një lloj formaliteti. Çfarë do të thotë kjo? Kur janë kryer të gjitha ato çefet, edhe kur është manifestuar dashuria në të gjitha format e saj, edhe kur është konsumuar ndoshta
gati, e tëra atëra dikur mas një kohë të gjatë çka për bojnë një martesë. Po kemi martesa që edhe fëmijët po marrin pjesë në martesën e prindërve të tyre. Kjo është çfarë hak interesant, po, te ne tash ka ardhur kjo s'ka qenë kurrë, se kemi pas në traditën tonë kurrë. Se është interesant kur dojmë diçka me ndryshuar shoqni thonë po babë babgjësh e kemi pas traditë kështu e kështu e kështu. Po edhe martesën babë babgjësh e kemi pas në start në fillim. Dhe para se të flasim, do të mundohemi ta sharojmë edhe të flasim domethënë rreth martesës, që është një kapitull i gjerë dhe i gjatë, edhe që na nuk kemi mundësi krejt për një emision të për 35-40 minuta me konsumu apo me trajtu të tërin, po të mundohemi disa pika, fillimisht du të kuptuar se si definohet apo si trajtohet një martesë e suksesshme në fenë islame. Për me qenë një kunorizim i suksesshëm, për me qenë një kunorizim i pranum tek Zoti, edhe me qenë martesa në fillet e saj e nisën e marë edhe mirë, du të plotësuar kushtet e cilat i ka vendos feja. E para, në ka martesë tek besimtarët musliman pa lejen e përgjegjësit të vajzës. Që është baba? Baba i saj. Nëse s'është baba gjallë, hoq? Agja. Agja. Vllau jo? Po, nëse s'është pastaj agja vinë tjerë, vllave, kështu me. Do të thotë, mas babës më njerë vjen agja. Agja, se agja është sikur baba, tezja është sikur nona. Jo thash mos vllau ose kështu. E tash nuk ka një re që s'ka një rrit ndoshta as elementare rreth martesës, që si din gjanat elementare, sepse na shohim edhe të reja që martohen edhe në moshën 17-18 vjeçare, 19 vjeçare, përpara janë martuar dhe më herët. Edhe nuk kanë ditë me bu përzgjedhjen. E kush ka qenë ai i cili ju ka ndihmuar ta bën përzgjedhje, ka qenë babai i saj. Jo me imponue. Mirë po, vajza mundet me bu përzgjedhjen. Me pëlqy një djalë, me pëlqy cilësitë e tina, ato tiparet, sjelljet e tina, dhe pasi që të vendos, atëre jep këtë propozim babait edhe nanës, edhe ato çka e shqyrtojnë, e shohin këtë kërkesë të atij djalit, edhe nëse ai djali plotson ato kriteret, e që në fenë islame kriteri kryesor i pari është të jetë çka, të jetë në fenë e Zotit, të jetë në rrugën e Zotit, sepse para se të flasim për kushtet, sepse pejgamberi i Zotit ka thonë femra apo gruaja martohet për 4 gjëra. Shkaktare bën 4 gjëra. E para bukuria e saj, që shumica e trive të rejave këto e kanë kriterin apo standardin e parë. Edhe shkaku kryesor të shumë të reja është bukuria. E dyta, shkak mund bëhet edhe pasunia. Dikush e lakmon se ajo është e pasur, ose disa vajza lakmojnë disa djemë, edhe mos them disa, por shumë vajza dëshirën kryesore e kanë çka? Pasurinë. A shumë djem, dëshirën kryesore e kanë bukurinë, që dallon domethënë prej femrave. Kjo është në shumicë, nuk është patjetër krejt kështu me pasur. Pra, femra martohet për shkak të bukurisë së saj. Martohet për shkak të pasurisë së saj. Martohet për shkak të autoritetit familjar, që ka është familje autoritative. Edhe martohet për shkak të fesë së saj. E i dërguari Allahut Muhamedi alayhi sallam ka thënë përzgjedhë atë që ka fe. Ato që ka fe, edhe çka ka me të beku Allah, ka me të begatu Allah, ka me të dhënë bereqet në të martesë. Po ta shtohet pyetja, se dikush mund të më na pyet, pas bën me pas krejt, mas mire krejt me pas. Aso një gjon me krejt cilësitë? Allah, unë nuk po di dikën, ndoshta ka dikush, po s'm ka ardhur dikush më thonë, që unë martova dhe ato 4 kriteret krejt i plotson. Deri në 3 ka rastin. Deri në 3 që i ka plotësuar, ama 4 është këgja vështirë, ama ka edhe ato, edhe ajo ndodh po shumë rrallë. Po tash, a është më mirë me pas 4, edhe fen, edhe familjen, edhe bukurinë, edhe pasurinë, kështu kish me qenë mas mirë, edhe djalë edhe vajza. Po nëse ka mundësi me pas 3, atëherë patjetër të jetë mesin e 3-jave feja. Po nëse i ka vetëm 2, patjetër të jetë feja. Po i ka vetëm 1, atëherë patjetër të jetë feja, sepse këto tjerat ndryshojnë, këto tjerat kalojnë. Sa familje autoritative kanë qenë deri para luftës së fundit. Në kohën e komunizmit, sa familje kanë qenë të njohur si komunist, edhe kanë pas për një 50 vite autoritet. A mos i ra komunizmin në 90-91, ato kanë me të familje çka të nënshmuara, apo familje të injoruara prej masës së gjerë. Sa të pasën kanë qenë komunizm, e sa të janë të varfër, që edhe pasuria humbë.
Dhe pasuria humb. Edhe çka autoriteti mundet me ra. Amo feja, sikur ti jesh i pas, sikur i varfën te autoritetin e kije. Bukurin, sikur kur je i bukur, i heshëm, edhe kur si i bukur, fejnë e kije. Kështu që ajo të shoqën gjithë jetës. Andaj, vajzat e reja dhe djemë të ri, kur të bojnë për zgjedhjen, e para për ty në ndashin me pas jetën e lumtur, e me pak probleme, se jetë bashkëshortore, pa probleme, amo askun nuk kanë këtë botë. Këshme ondi kush s'ka mundësi. Nuk jem prej natyres shtu pesimist, as nuk jem prej atyre që i frikse njerëzit. Mirë po jetë e përkryer bashkëshortore, pa divergjenca, pa mosmarrveshje, pa keqkuptime ka veç në xhenet. Jeta e përkryer e çiftit bashkëshortor fillon kur në xhenet në parajs. Atje s'ka krizë, atje nuk ka shtatzani, atje nuk ka cikël menstrual, atje nuk ka lindje, atje nuk ka vdekje, atje nuk ka krizë ekonomike, mungesë të ushqimit, mungesë të pijeve, mungesë të banimit, këtë janë siguru. Hoxh Qitović, pak më falë që po ndërprej se ka shumë gjam, po the në xhenet. Unë tash, po du me ditë, besoj që dhe tjerët kanë qef me ditë, që janë të martu me njëni tjetrin, kanë dashni me njëni tjetrin, që shkanë me gjitë këtë qeft njëni tjetrin në xhenet, nëse Zoti që në të ditë në xhenet. Ajo punë e letë është. Qysh është e letë? Shumë e letë. Mos pari për me arrit atje, që është synimi krejt neve besimtarë musliman, për me arrit xhenetin. Qëllimi final, pse ne këtu e mojmë një farë programi, apo i përkushtohemi një farë programi. Regulori. Po një farë regulli, është çka për me arrit kënaqësinë e Zotit. E kur të arrin kënaqësinë e Zotit, Allahu të shpërblen. Shpërblimi final është kush? Xheneti. E pastaj edhe në xhenet ka shpërblime tjera, sepse xheneti është shkallë. Sa më lart me shku, aq më mirë është. Edhe atje kur të hyjnë, të gjithë anëtarët e familjes do të jenë së bashku. Edhe secili do të ketë ato çka syni ti kur nuk e ka pa. Ato që ka mendja e ti se ka imaginu, as veshi ti se ka dëgjua. Për ata mjafton fjale Allahut, se kjo është kapitull tjetër krejt, po vetëm kalim si për përmendi, për xhenetin, për me përshkru xhenetin, ose me fol për xhenetin, është aq temë atraktive, e as nuk është runa zot opium, apo drog, apo me runa zot me i deh njerëzit. Është realitet. Në për besojmë gjona që ne kanë informu njerëzit, e s'për besojmë gjona që ne ka informu Zoti, ose gjona që ne ka informu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sepse shumë kush po thotë pse e ke pati xhenetin që po na kallzon kështu me kaq bindje, po e ka pa dikush tjetër. Edhe ati besoj më shumë se vetes. E ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pse po keni frikë zjarrin e xhenemit, mos e ke pati atje të vujt. Jo nëse kom pa, po e ka pa dikush tjetër që i besoj më shumë se vetes. Ai është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Unë besoj njerëzve që kanë pa shumë xharre në përbot, edhe besoj kur e di që ata mundin edhe me egzageruar xhanat, me i rrit ose me minimizu, me zvogëlua ose me i shtuë, ose me rajt ka pak. Dikush din pak, do me thonë i shton disa xhana, e s'po i besoj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj veç me hyrë në xhenet është më rëndësi, se pastaj me ma të dashurit i je. Se cilësh me ma të dashurit e ti. Kështu që mjafton fjala Allahut që ka thonë: "A'dadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Kam përkatitur për robët e mi. Allahu i madhruar thot në hadithin kutsi, kam përkatitur për robët e mi atë që syri nuk e ka pa, atë që veshin nuk e ka dëgjue dhe atë që mendja e njeriu nuk e ka imagjinu. Dhe mjafton kjo. Mjafton. Kështu që do të thotë kushti i parë në martesë, për me qenë martesa e lejuar halal, për me bëj konorizimi tamam si duhet, është me qenë leja e përgjegjësit, që thotë babait të vajzës. E dyta, me qenë pëlqimi i djalit dhe i vajzës, jo me imponu martesën. Nuk lejohet me dhunë, me detyru djalin edhe apo vajzën, runa zot me dhunë me martu. Do të me dhonë atë punë, atë pëlqimin, me vullnet, me dëshirë edhe pa interes. Interesi vetëm është, mos me shiku interesin tash material, apo autoritetin, apo famën, apo diçka, apo me shiku kënë interesin e brendshëm, ato që qarkullon zemë, me shiku dashnin. Edhe kur të thush po, do të me qenë dashuria e plot për personin që po i thu po.
E qysh me ditë mu siguru hoqë, se qëto është problemi që nështë shumë qifte po i thujmë po njëni tjetrit, po pas disa viteve që ajo poja po bohët jo. Po na do të mi morë shkaqet se bepet. Ne morë. Qka, kur të paraqitet dikush për martes, ti me diskutu me babën, me haqallarët, me vlezit, me të afërmit, me motrat. Na jemi vendi i vogël Kosova. Në pak ma probleme kemi të rritë edhe të rejat që janë të ndarë. Për shembull, djali është Kosovë, vajza është lindë rrinë diasporë, ose anasjeltas. Që për mendimin tim, unë e mendoj, nështë kam edhe gabim, mendoj që të rritë edhe të rejat që kanë lindë dhe janë rrinë diasporë, të martohen atje ndërmjet veti. E të rritë të rejat që kanë lindë Kosovë, të martohen ndërmjet veti. E kena një temë të veçantë për këtë pjesë. Po, do ta trajtojmë. E që nuk po kam qef me i Në rregull. djeg pyetjet për këto, se shumë interesant edhe roli diasporës edhe fejnë që ata po vazhdojnë me majtë. Po unë, hoqë po du me të pyetje se... Më falë Nora, vetëm po të edhe dy kushte. Pa tjetër po. Veç të plotësoj vete. Tash, nëse djallë, baba është për gjeci. Djallë edhe vajza janë për, në rregull. E treta, do të me qenë dhurata e kurorizimit. Quhet meher. Kjo dhurata e kurorizimit është dy lloje. Është e drejtë ekskluzive e vajzës, që po martohet me kërku një dhuratë prej burrit të saj të arshëm. Çka ka drejt me kërku? Ka drejt me kërku pare, kesh, ka drejt me kërku ari, ka drejt me kërku kerr, ka drejt me kërku banesë. E pse hoqë është kjo kërkesë? Se me u lidh tash edhe materialisht, qysh janë lidh emocionalisht, janë lidh domethënë me dashuri, janë lidh me këto tjera, tash edhe këto me pas një farë dhuratë, një farë garancioni, që këtë djali është në gjendje për të edhe këto me bë, me sakrifikue. Edhe kjo është në bazë të kushteve të djalit. E ti me kërku për një djali që jeton me qira, me ta bleti një banesë ku ai për vetë atë se po se dan. Se ka kësi rastesh, është interesant, kur kunorizohen, thët, ka një kur të bën, ndoshta se bën kur hiç. Kështu që kërkon diçka, edhe ky mehri, dhurata e kurorizimit është dy llojesh. I thuhet meher muajjal, dhurata e kurorizimit me njëhershme. Ja premton telefonin kaç, edhe me njëherë aty, ja jep. Ja premton një set apo një garnitura shmequjt, një komplet të arit, në vlerë kaq, për shembull 2.000 euro, 5.000 euro, ja jep me njëherë. Ose ndodh tjetra, që nuk i gatshëm me njëherë, atëherë është meher muajjal, dhurata e kurorizimit më vonshme. I premton se do të bëjmë këto apo ato, edhe brenda vitit, 2-3 viteve, edhe realizon, edhe janë E qka nëse djalli thot, hajtë bre se ta shjena bashkë edhe li? Bërë që ka. Shikoj borxhlia i keq. Kjo është burr, do më thonë që borxhin nuk e kthen tek gruaja, edhe ka obligim tek Zoti. E ka obligim para Zotit, ka marrë përgjegjësinë nëse nuk e jep, se është borxh ndaj gruas. Dhe kushti i katërt është dëshmitarët. Patjetër në këtë proces, kur thot po për vajzën e vet baba, kur djali thot po, vajza thot po, dhurata e kurorizimit caktohet, patjetër është dy dëshmitar me qenë prezent që për cilën apo e monitorojnë këtë veprim apo këtë akt martesor. Dhe nëse fillohet kështu, edhe kjo bëhet, domethënë, tamam çu duhet, atëherë këta veshmo e kanë kunorizimin. Këta e kanë legalizu lidhjen para Zotit. Dëshmitarët, kush duhet me qenë? Po mundin me qenë një prej anës të djalit, një prej anës vajzës. A kush do nuk e ka problem? Ja, veç mos me qenë të huj që si njohin. Po, familjar. Jo se përpara ka qenë një farë traditet e ne, kur ishim tri po flas atëherë para luftës, na duke kalu këtu në kryeqytet ka komuna, dilshin disa, o ti djala, kile të njoftim? Jo, hajt, pse? Mu dashte dëshmitar. E ka ndodhur kur e kemi pas të njoftimin, atër s'kemi ditë rregullat. Po tu kalu rrugës aty, kur i kom bë 18 vitin e tretat, 4 me drejse, në vitin e 3 duket, ka ndohur kur e kom pasur të një, kam hi, na kam një çokoladë, ty kanë i pije dhe nuk e di kush kanë qenë, po kështu nuk lejohet. Ata dëshmitar do të më njoftë të dy palët, do të më ditë për çka po dëshmoj. Çfarë përgjegjësie ka dëshmitari hoq? Nashta gjatë martesës, po nashta edhe kur një çep vendos me ndërprej martesën e tyre. Në ato raste, se në ato do të më mendu, po ato ndodhen her pas here, se shkunorizimit për fat të keq, janë duke ushtuar popullin edhe vendin ton. Në ato raste dëshmitarët do të, nëse djali ose vajza thotë jo, s'kon me dëshirën time apo s'kon kështu, me thonë jo po ka qenë me dëshirën tonë, edhe ti ke thonë po, ose baba më thonë jo, më ke mos ka pyet, le të bën çka don. Jo të ka pyet, ti ke thonë po. Ose dhurata e kunorizimit për shembull që ta kanë kur burri e lën parë syt justifikuar me gruan, edhe dhurata e kunorizimit ka qenë për shembull arin vlerë 5.000 euro ose pare kesh ose diçka të gjashme, ai nëse e kalon parë sy këto, atëherë dhurata e kunorizimit do të më dhon gruas të paktën.
E ka raste kur nuk e japin, atë dalin dëshmitar thonë, po, kështu ka qenë dhurata e kundërzimit, ata dy e dëshmojnë. Edhe këto janë punë domethënë që ndodhen, edhe fatkeqësisht po ndodhin shpesh në popullin tonë, domethënë shkunorizimet. Po, hoq bashkë të shkunorizimet, unë bashkë po du me të pyet çka ta merr mendja pse ka të shumë shkunërizime në vendin tonë, apo i shohim edhe statistikat që po dalin brenda vitit, për shembull, brenda muajit, sa shumë po divorcohen. Ku është problemi këtu, sipas teje? Po, ky është një zhvillim global. Rritja e shkunorizimeve gjithkund në botë. Jo veç tëna. Te ne ka qenë një traditë e mirë. Te ne ka qenë një traditë e mirë, nuk janë nda. Edhe për zorin më të madh nuk janë nda. E kanë te i kalue. Mos pa thëmë me vujt çdo herë burrë ose me vujt gruaja. Po për do kriza, për disa mosmarrveshje të vogla duhet me e te i kalue. Disa gjana në jetën bashkëtorë nuk do të me i pa me lup. Disa gjëra nuk do të me i dëgjue me mikrofon, këtu me shti mikrofonin çka të flet burrit, çka të flet gruaja me i dëgjue. Ose çka flasin anëtarët e familjes. Do të me te i kalue. Po, nona tona ku i kanë qu bijat të burri, kanë thonë që kur shkesh te burri, shkan shurd edhe qarr. As mos veni, as mos me pa. Po, është fjala, mos me i pa krejt. Po. Edhe mos me i dëgjue krejt. Po, a është kjo një këshill e mirë që duhet mu zbatu edhe sot? Po, që po ta merr mendja, është e mirë e keqe. Qysh ka qenë gjendja përpara qysh është sot? Ma e mirë. Po ma e mirë. Sa shkunërizime ka pas përpara në familjet tonë, ose s'maj mend hiç. Ndoshta Kosova e ka marrë vesh ku një çift u nda. Nda, e kanë marrë vesh, e kanë ndërhyj njerëz, dhe kanë ndërhyj xhallarë të me i bashkue, është bëhe madhe, tash ti tu pi kafe, veç thotë jo, ndava. Ose e pyeti, shiki gruan, thotë ja jam ndoçeni vet, pse ja mara s'ka ke diçka dhe është dyshys sikur me ndru kerrën, e dën bile kerrën kur e ndron ka pak më problem. Amo gruan e ndron më lehtë se kerrën, runa zot. E kjo është prej kulturave të tjera. Se shkunërizimi nuk është traditë e muslimanëve. Është dere hapur, prej zorit, për ndryshe kjo është e mbyllët. Po kur të mbështetesh për muri, edhe runa zot, nuk funksionon asgjë, as ka dashnin mes çiftit bashkëtor, as ka dhëmshëri, as nuk ka mshirë në tyne, atëherë për çka me ndajt? Kur s'ka asgjë në mesin e tyre, se për me qenë një dashni funksionale, apo një martesë funksionale, do të me pas mesin e çiftit bashkëtor edhe dhëmshëri, me të dhim burri, me të dhim gruaja, me trajtu si sklav, si robresh, apo burrin si sklav, si rob, si shërbëtor. Pastaj do të me pas mshirë, me qenë të mshirshëm, pastaj me dash njëri tjetër. Nëse këto trija i kije, çdo shkunërizimi është larg. Nëse njëna për këtyne bie, tërkasin deri në shkunërizimin. Nëse bien dy për i trive, dera veç fillam hap. Nëse asnjë nuk janë, as dashnia, as mëshira, as dhëmshëria, as gjë nuk kanë mes çiftit, atëherë edhe unë them që duhet më shkunërizu, se nuk ja vlen për çka më ndajt. Nuk sakrifikohet jeta, sikur dikush shembull ka nejt 50 vite në shtapa burr për hatër të fëmijëve, ka kaluar ako. As për hatër të fëmijëve, as për hatër të burrit, as për hatër të gruas. Derisa burri nuk ka asgjë më me gruan. Edhe se ti për mu je inexistente, ti vesh që të rrej për fëmijë shërbe, ja i thua, unë për shërbe fëmijëve, ti vazhdo jetën tonë, mos të pengoj, edhe i merë fëmijët edhe bile shërbe fëmijëve, ose njës jetën tjetër, që është normale, edhe nuk e di pse... Po, një besimtar ka drejt me njës një jetë tjetër, është shumë normale. Jë shumë normale, po është mas e vap me u martu se me nejt i pa martu më burri mes ndarjes edhe gruaja. Edhe gruaja. Po, ma mirë. Se ka para gjykime, prandaj po të pyes specifikisht për shkak që ka para gjykime që edhe një grua, madje edhe kur t'i vdes burri, po edhe kur të ndahet prej burrit parë, para gjykime drejtohen te gruaja që u martu, tash po e gjojnë përgjigjen pse ka ndodhur, meqense çështja është vetëm mes burrit dhe gruas dhe nuk është që neve të tjerëve duhet më na interesu fort kjo pjesë. Po janë dy gjëra pak të ndryshme. Kur vdes burri dhe burri kalon gjurmë pa shlyra në zemrën e gruas. Edhe kjo ka kalu një mosh. Po e zome ka kalu 50, 60. Nuk do më martu është në regull, sepse kjo din vetën që ruhet, do me thonë, në anën morale. Moralisht nuk abuzon me trupin e saj. Edhe nuk dënë me ndru mu se ka pas burin për qefi. Po ka vdek burri, e burri të në të zezat ja ka bo. E ka ra, e ka maltretu, e ka sha, e ka tratu, ka bo ato, ka bo ato. Qka ja vlen me sakrifiku për qatë burë të vdekur? Qka? Për qka me ndajt? A kine shpëllun të zote që rënë të natën të mendue, të shikua të fotografie, të pa kodyrë në seriale, të pa filma, qka? Skalohat nata, jetë është e gjatë. E ashtë ma tepër, kur kam bete e re, shamu, në moshën 30, apo në moshën 20 vjeqare. Po
ka pas ma herët, nona tona kanë betë shumë të reja, burat ose kanë vdek, ose janë lëndu në punë. Po në thash, kur ka vdek edhe gruaja ka një moshë edhe dënë me rujt atë, që me thonë, me rujt atë knatësin që ka pas me burin. Po, edhe kujtimet që ka pas me kujtimet e lumë të ranë regull. Amo kur ndohet, edhe ndarja zakonisht nuk bot për qef. Unë nuk e di, nashta ka nej qef, po në zdin Kosovë që ndot dikush për i qefit për i dashnis të madhe. Edhe pse fatkeqësisht, për jepet hapësit disave me promovu në shkunorizimin, edhe nuk e di ku është interes edhe i media me promovu këto antivlera, edhe del ato e lavdron gruan, sidomos gratë i lavdojnë burrat, ish burrat. Po ti mas i ka qenë, thët ka qenë shumë i sjellshëm, ka qenë human, ka qenë i dashur, ka qenë kështu, i kujdesshëm, për çka u ndove? Për çka u ndove? Pse se ke mbajt atë burr? Sa shumë e lavdon, sa që aty në panelisteve tjera, ose këty në teleshikueseve, u ashtin qef burrin e ish burrin, do më thonë, thojnë ato, po mos i ke qenë kandidat e marrëm nëse. Mos i ku ka i lirë. Po mos i lirë edhe qenë ka si burri i mirë. Po këto janë, do më thonë, demagoge, se s'është e vërtet që i ka pas të nato të mira, se kur i ka të nato të mira, ata s'ndahen hiç. Kështu që nda, edhe si kalon kur farë, do më thonë, kënaqësie ish burri, e tash çka më nejt kjo? Çka më nejt? Që po i thojnë, s'tash me i thonë e vej, po thojnë, jo, s'bën kështu se e nënçmon, po me nejt single. Pse me nejt single? Për çka? Për çka? Unë nuk e di çka. A është mirë të Zoti? Jo. A është mirë të shëndeti? Jo. Absolutisht. Kështu që e martesa është më e mirë se sa me ndajt e pa martuar. Hoqë se të kjo ndarja, po du me diskutu edhe pak të çështja e fëmijëve, për shembull, sa është e vështirë një grua që ka fëmijë mu martu me një burr tjetër pas ndarjes? Edhe çka thot feja për këtë? Para ka qenë më vështirë, tash jo, tash ka shumë djemë, shumë burra që janë sinqert. Sipas fesë. Po, sipas fesë edhe e merr përsipër me u kujdes edhe për fëmijët e gruas. Për shkak të respektit, dashurisë që ka ndaj gruas, kujdeset edhe për djalin e saj apo për dy fëmijë apo sa i ka. Edhe pse këtu janë disa rregulla të tjera, nëse gruaja ka sipas Islamit. Po, sipas Islamit, na gjithnjë po flasim sipas Islamit, nëse gruaja ka vajza, dhe nuk dënë ajo me u martue, atëherë vajzat më menejt me nanën. Mirë po momentin që ajo martohet, shkon të burri, atëherë atje kejtë do me thonë një familje tjetër, nështë të mërit me pasë edhe fëmijë nga martesa e para ku dyne, atëherë në këtë rast vajzat, fëmijët i kthehen ish burrit. Ish burrit, edhe kjo është ma në regull, sepse nuk mund e përballon, do me thonë, një vajzë me rrit aty tash me meshkuj të uj, atje këtë një mentalitet tjetër. Edhe çifti kanë drejt me i pa fëmijë 2 anë, nuk pengohet me sipas fesë. Jo, me traditat e ignorancës, edhe këta njerëz që kanë, do me thonë, ende në gjenet e tyre elementet primitivizmit, të së kaluarës, së hidhur, këta i privojnë gratë për mi pa fëmijët, ose gratë i privojnë tash burrat runa zët. Si lloj kërcënimi kështu. Po ata janë nda, edhe fetarisht, është ndaluar nana mi fol fëmijëve keq për babën e tyre. Edhe është ndaluar haram baba mi fol keq për nanën e tyre. More çka do që ka baj. Nana e mirë, nana e devotshme, nana besimtare i thot fëmijët, unë me babën tënd nuk kemi mujt me gjetë gjuhë përbashkët. Ai ka qenë një tip tjetër, unë kam qenë tjetër. Ai ka pas disa kërkesa e tjera, unë e tjera, mirë pa ajo është babi yt. Ato ti s'do të me harru. Njëjtat fjalë, ja kthen baba vajzës apo djalit për nanën e vet. Thotë, unë me nanën tënde nuk kam mujt me gjetë gjuhë përbashkët, ajo është shumë nanë e mirë, ajo është kujdes për ty, ka lind për ty, ka ushqyet, ka pastru këto. Ti e ke nanë edhe gjatë gjithë jetës kemi pas raportet e mira. Edhe çka ka të keq e fëmia, me shkodhët të baba dhe të nana, ata prindët e tij, pse ata dy s'kan babë, pse ata dy s'kan dashni, nuk do të thotë që do të më hiq dashninë edhe fëmis. Mirë, po nanat e liga apo baballarët e ligj edhe prindërit që vërtet janë vetë edukuar, ata fusin çka urrëtie ndaj ish partnerit, ndaj ish gruas apo ndaj ish burrit. Edhe e helmon, e rri dhe me thonë, fëmin e hendikepuar. Se fëmija, si do që të kalojnë me prindit pas ndarjes, prapo është e hendikepuar. Amo hendikepi ma i madh vrehet tek ata, edhe ata nuk mund të jenë barabart as gjatë formimit të tyre, fizik as intelektual, nuk do të jenë barabart, sikur me fëmijët që janë rrit me nana me baba bashkë. E në veçanti nuk do të jenë barabart me bashkëmoshatarët e tyre, në qoftë se ata privohen nga vizitat e nanës apo të babës apo nga ndet me prindërit.
Hoq, qka është ke puna bashkjetesës? Na po i shumë sidomos trit, 18, 20, 25, nuk preferojnë me bo martes, preferojnë një bashkjetes që nesër mas nesër kur ndahen, mos me thonë që unë kam qeni martume, ku e mësum na si popull këtë pjesë? Vallaj, në këta se kemi pas, në asë si musliman, pas të krishterë, e asë si të tjerë, nuk e kemi pas. Fetë Abrahamike, a që shështë janë, nuk e... Abrahamike. Po. Fetë asë një nuk e kanë pas, po dhe si popull nuk e kemi pas. Si popull. Këtu ka mundë që dikush ka qenë i pa fe, mirë po me bashkjetu s'ka qenë kjo kur tek një asë këtë komunizmit. E ka e morëm, në thash jenë hapë dyrë katerant. E kjo është model evropian. Në Evropë, kjo ka qenë moti, nuk ka tash. Po ndështë ka 50 vite që atje kam bashkjetue. Edhe dal nga dal, shka është barë tek ne? Unë e kumë thonë, shpesh herë. Jo është do sen që na vjen prej prendimit apo prej lindjes është e mirë. Jo është do sen që ka na vjen prej prendimit apo prej lindjes është e keqe. Do të me marë me kujdes edhe me rezervë. Se ka sene që janë relative për neve, ka sene që nuk janë. Andaj qka do të me bo? Do të me shikue në esencë çfarë veprimi është kë. Unë po them sinqerisht edhe di që dikujt nuk i pëlqen të bashkëtosh me dikon pa kunorizim. Do të thotë të bësh prostitucion natën edhe ditën edhe ta fshehesh atë në emrin e bashkëtesës. Se këto ka të bëjë me një djalë edhe një vajzë që ushtojnë, do me thonë, prostitucionin, që në gjuhën fetare është zina, edhe në fond pastaj i ndajnë rrugt. Ata kanë bo dashni, ata kanë fjetë, kanë pas kontaktin tim, e kretë. Edhe mas më thëtë, jo s'këm qeni martum, pse martesa, qka ka? Që ato sene janë njëjtë, veç që ti ke bon haram. Andaj të bashkjetosh në këtë kohë, unë po flasë për besimtarët musliman, do të thotë të bësh zina apo të bësh prostitucion. Po thonë që nas po dina që shme njofë ndryshe njëni tjetrin, pa i cik pikat se qka mundën, në qëfar forma mundën me njofë, po për shambull nuk po kena ko me nejtë ma shumë, me bisedu, të këshurum që shpona i të muhabeti, tash arsyetimi tyne është kjo, unë po du me thonë që a ka naj mënyrë tjetër që me njofë njëni tjetrin, para se me vendosë për martesë. Se feja nuk i ka mbyllë dyrt, për kunda zi i ka hapë dyrt. Po, nëse dënë për me u njoftuaj, me vajzën djale, ose vajza me djalin, edhe me ditë ma shumë, e bojnë fejesën. Edhe pasoj bisedojnë. E nëse s'ju pëlqen tani muhabeti mas fejesës? Nëse nuk i pëlqen, e ndërpret. Po, ndërpret. Vetëm se fejesa është njoftim. Fejesa nuk të jep ty lirin të me dale, me pas kontakt intim e krejt ato. Fejesa është njoftim në mes të djalit edhe vajzës. Edhe kur t'i bojnë takime, do të me qenë edhe pale e tretë, ata ullin një tavolin bisedojnë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, derisa ti konsumojnë temat. Po që aty në tavolin e tjetër është dikush prezent. Edhe nuk ka kur farë problemi, këto mund është me i bëllë para fejesës këto takime, takimi i pare, takimi i dyte, takimi i trete. Edhe ato gjonat madhore, gjonat të rëndësishme për jetën, i diskutan me disa takime, pastaj janë edhe kush edhe telefonat, edhe ndrohen numrat edhe mund është me bisedu, gjerë edhe gjatë në telefon, me ja të reguë, unë e kështu, edhe ajo i të regon të vetën. Në ato pikat kryesore, apo në ato vijat e gjata, nëse pajtohen, hynë në fejes edhe në martes. Nëse në ato kryesoret nuk pajtohen, s'ka nevoj me shku ma tutje heq. E këtu nuk është qëllimi i bashkjetesës për me njoftë. Keq kuptimi, qëllimi është me shfry epshin. Me shiju njëri tjetrin, edhe shumica e bashkjetesave përfundojnë çka mendojnë. Pse se e ka pa që kjo vajza është normale, sikur çdo vajzë tjetër, edhe e ka pa që ky djali normal, edhe atë dashnin e zjarrt që ka pas, po e kanë konsumuar edhe më thotë, hajt tash bashkjetesa e dytë, e tretë, e katërt, edhe në di raste që edhe nëpër media i publikojnë që thotë kanë bashkjetuar 5 vite, 10 vite, po jemi nda. Do kanë jetuar 10 vite bashkjetesë, pastaj janë martuar, pastaj janë ndaj, po mirë të 5 vite, 10 vite se njofte, që do të thotë, nuk ka ky barometër që e matë për një martesë që me thonë të sukseshme. Për kuntrazi, kjo është një tradit e re në popullin tonë, që fatkeqësisht po zën vend, e na nuk do të me thonë bërëm apo urna
mirë se vjen tek ne, po do të me mbyll këtë derë, me rujt atë njoftimin që kemi pas tradicional, atë fejesën tradicionale dhe atë martesën që kemi pas që shka thonë Zoti. Çka i lejohet pikërisht të fejuarve, sipas rregullave islame, me tregu për të kaluarën e gjithë secilit nga të dy palët? Kemi parë shumë shkrime, sidomos rrjetet sociale, me qenë se nuk e dim sakt se cili është i sakt, cili jo. Kurani është libri që i referuemi të gjithë ne që i besojmë edhe jemi në besimin islam, po a ka diçka që ndoshta edhe femra, edhe mashkulli dojnë me rujt për veti edhe nuk ka nevojë me ia tregu njëri tjetrit? Unë mendoj që jetën bashkërtore, nëse dojmë me hy si dohet, do të me qenë sinqert njëri me tjetrin. Dhe mendoj si kur libri që është i hapur për lexuesin, kështu do të me qenë djali i hapur për vajzën. Qoftë edhe kalura e tij jo e mirë. Po kështu edhe vajza do të me i ditë për djalin edhe të kalurën e tij, qoftë se është edhe jo e mirë, të dy palët. Po nëse të dy palët pajtohen në fillim, më thonë është dakordimi dy anshëm, që mos me hika e kalura e asnjë në spal, edhe ke lejohet. Ama një anë shumë nuk shkohet. Ti të regëm për jetën tonë e krejt, a o ne jo, kështë nuk shkam. Se ka djemë kështu ju thujnë vajza. Së është më rëndësi, unë jem djallë. Jo, është më rëndësi. Asë një haram, asë një gjë ndaluar, nuk është për djemët e lejuar e për vajzët e ndaluar. Harami është haram, si për djallë, si për vajzë. Nuk ka këto privilegje. Fatkeqësisht mentaliteti se si rrisim vajzat ne, është diskriminues në disa raste. Që i thëtë, s'ka lidhje nanës. Ai djali mirë, ai ishi pasën, po i ka pas një 2 a 3, s'ka lidhje e djalë është. Pikërisht për këtë pjesë kena një temë tjetër, se shumë tema interesante në fakt. Po tjetër sa i përket kësaj çështje sidomos njoftimit na u diskutuan, po edhe gjatë martesës, në fakt na kemi pa që shumë shpesh hoq mrena çiftit, kur gruaja është axhan, ndoshta edhe presioni rrethit veç ajo mënyra inshallah djalë, gjatë procesit të axhanisë një grua ndikon shumë. Sidomos fëmia i parë. Tash, apo e diskutojmë pak këtë pjesë, na e dim që na si shqiptar kemi gjuallti, kur ka lind djali i parë, kemi bo dasëm, shumë shpesh ndoshta edhe disa video të hy me kerr, me fest, pse një djalë hyri në shtëpi. Kjo është pak temë ndjeshme, sidomos për një grua që po kalon në procesin e shtatzanisë, po dhe pas lindjes. Po, kjo është presion psikologjik, presion psiqik ndaj nanës gjatë fazës e shtatzanisë që është ndaluar në islam. Dhe këtë gjanat, se shumë kush thëtë që ka për lidhë gjanat këtë me fe. Po, këtë jetë ajo në lidhet me fejnë. Këtë jetë ajo në lidhet me fejnë. Edhe këtu lidhet me fejnë. Pse? Sepse para se me u martue, baba dhe nana do të me përkati djalin. Para martesës me i të reguë disa gjana, disa gjana i mësënaj vetë, e ndër të tjera duhet me përkatit se ndështa Zoti ka me dhonë veç djemë, e ndështa Zoti ka me dhonë veç vajza, o birim, po ndështa Zoti t'jep të dy palët, edhe djemë edhe. Po të me thonë o birim, dhe të pos kujdes se Zoti dikon e spravan, e ndështa s'tjep pas djemë as vajza. Këto 4 kategori i përmenë Zotin Kuran, që disave thët, ju japim vajza, disave ju japim vetëm djemë, disa ju japim vajza dhe djemë, e disa qka i lam pa fmi, Zoti i përmenë Kuran tu. E cili është maj mirë, apo cila kategorit 4, atë janë të njëjta, se kjo është përzgjedhja e Zotit, nuk është përzgjedhja e çiftit bashkëshortor. Kështu që do të me kuptu me fe, se lindja e vajzës është begati, sjell bereqet, bashkë kështu është fetarisht. Nësë po do mi diskriminu djemët, se dhe ata kanë atë, që me thonë, rolin e vetë, edhe ata e kanë atë rëndësin e vetë, janë të rëndësishëm. Mirë po, nuk është njëtë si kur një nonë që i rritë 3 vajza, si kur një nonë që i rritë 3 djemë. Shpërblimi është me madhe se nonë që i rritë vajzat. Qoftë edhe 2 vajza kur i rritë e edukon, i shkollon, e i marton që shtetë populli me faqet bërë, shpërblimin e ka ma shumë se saja që i rritë djemët. Sepse femnat janë shumë të rëndësishme shoqëri. Ato e përbojnë sot këtë shoqërinë. Gjysma e botës e janë femna. E që këtë gjysma e botës e lindin që gjysmën tjetër që janë djemë, që janë burra, që do të gati një shoqëri këtë e kanë ndorë. Andaj me eduku një vajzë, e me bëja nënë e mirë, do të thëtë me eduku generatat e tëra. Kështu që do të me pas kujdes, të janë tradita të ignorancës, të kohës së ignorancës, me u gëzu për djallë, e me qitë me kalash apo me alti, e me bëha të manifestime gostije ku ta dy me i thirë njerëzit, e ndërsa ku lind vajzë me fshe
edhe qka me u shgënjyje, edhe me u mërzit, edhe me këqyr, nëse i bën nusja 3-4 vajza, të qysh gjithmonë si hendikepume. Thu se kje ka fabrikën aty dhe për i përzedh, këtë caktimi i Zotit. Kë nuk është aftësi e një burri pse i ka 10 djem, një tjetër që i ka 10 vajza. Kë është caktimi i Zotit. E kemi edhe rastin në Kosovë që i ka 10 vajza, e kemi rastin që i ka 10 djem. Pse kjo është ma i Zotit, tjetëri ma i dëbë, po Zotit ka dashë ashtë. Kështu që këta du të me hjek, edhe është të hjekja. Sinqerisht për thëmë është të hjekja, po na fetarisht këtë keqe, këtë dukuri negative do të me largu prej shoqënisë, sepse kjo ka qenë edhe në kohën e ignorancës së lashtë. E kishim popujt e hershëm, një tradit që kur ju lind ke vajza, e prishin ftyrën. Edhe ishin dhe më të pa disponum, ishin të mërzitën, nërsa kur lind ke djallë, si kur me lind një komandanta, si kur me lind dikush. Po jo çdo fëmijë që lind djallë, dhe më thonë, ka me dal i suksesshëm. Ose jo çdo vajzë që lind, ka me dal runa zot e pa suksesshme. Runa zot, ka raste që vajza ka dal më suksesshme se sa djali. Sidomos për prind, kështu po e them, unë nuk komponoj sondazh, po çka peshone, nuk kujdesen as emocionalisht, as fizikisht për prindit djemë që shkujdesen vajzat. Edhe krejt prindit, çka kanë vajza, po thojnë, vajzat ishin për prindit, ndërsa djemët ishin për nusën. Po, sepse po martohen. Edhe motra ma shumë për vëlla se vëllau ma shumë për motër. Se fatkeqësisht koha po kalon shumë shpejt, ka shumë pjesë që duhet me diskutu të kjo, po unë po du me cek edhe një pjesë që shumë të risot po refuzohen mu martu. As bashkëtes, as njohje, as martes. Jo, ma mirë me vanu martesën se se me bashkëtu, me hinë haram. Tash po du me fol veç pak minuta për martesën e vanume, se shpesh qysh paragjikohet një nuse kur lind ndoshta një vajzë ose një djalë, tash në varet qysh është, paragjikohen edhe personat e cilët po ju vënohet martesa atyne, madje presionin nga rriti është kogja i madh, vjen i teze një hall që nuk t'i dim punë të heqë dhe thot hajde çka po pret. Si te vajza, si te djali hoq, pse ndodhin këto dhe a e ka shkru Zoti për secilin fatin e tij, kismetin e tij? Martesa është caktimi i Zotit, o risk. Se në kur fulim për rizkun, krejt njerëz të linin ka ona materiale. Si të thojnë, o Zot me në shtu rizkun, furnizimin, me në furnizu Zoti është veç me ushqim me pije dhe me pare. Jo, shëndeti është risk i Zotit. Martesa është risk, caktimi i Zotit. Fëmijët janë risk, caktimi i Zotit. Andaj, ne do të me bu punën tonë. Jo na me lon vetën deri në moshën 40 vjeçare, e me thonë se ka shku Zoti. Po Zotit nuk ta qënë ty prej qilit një hyria atje dhe me thonë rreti aty, i shtrim aty, me klim, me krejt, me ushqim me pise ka me tarë dhe hyria prej xhenetit. Jo, hyria janë veç në xhenet, nuk janë këtë botë. Kështu çka do të me i bo shkaqet. Edhe, unë nuk po thonë pa tjetër, po sa ma herët është ma mirë. Martesa e hershme i ka ato begatit, i ka ato mirësit e veta. Dhe në vend se ta shtim pleqëti të merështi me fmit e tu, të pleqëni merësh me jetën tonë, me luksin tonë, merësh me nipe me mesa. Kështu që sa ma heret është ma mirë. Edhe nuk do të me prit kushte ideale, sepse me i prit ato kushtet ideale, perfekte, edhe unë e sëtë, ndoshta, kisha prit edhe në i kohë, se krejt nuk i krym asë një herë. Se dikush thëtë, po ne kam shkollimin, a i të të hajde shkollimin, po të nej punësimin, po të nej përvojen, të nej po dal pak po eksplorine për Evropën në për Azi, ka dal me djallë. Të njerë martoh, se unë njëf plët njerë sukses shumë që janë martu e para se i kanë kry shkollimin, e para se të punësohen. Ka qifte që jënë rritë bashkë. Edhe plët hoxhallar që ki sot në për Kosovë që janë suksesshëm, janë martue para studimeve ose gjatë studimeve, e kanë arrit edhe me u martue, kanë arrit edhe me po fëmijë, se nuk është në i farë investimi, kapitale, në i farë punë e madhe që s'po mundesh me arrit, e kanë arrit edhe me i kry studimet, e kanë arrit edhe me punësue, edhe me bo autoritetin, e me bo emër në sferën e davetit, e kështu me radhë. Edhe mi a bo hizmetin hoqë dhe prapë më të vënu martesa? E ka raste dhe kështu. Ka raste, po nuk do tash me jetu me atë fobin se më ka bo dikush diqka e, do të me shku dikun me shikue, do të me bo këtë e, do të me bo ata. Ka raste që duhet me u trajtue, me një psikolog me bisedue. Nëse
në rrafshin psikologjik çdo sen është mirë, atëherë nuk ka gjë të keqe me konsultuar me një hoxh, me pa çka ka, sepse ka raste që pa arsye të justifikueshme njeriu refuzon. Edhe është normal me refuzu një rast, 2 raste tipen, 3 raste, 4 raste, pesa. A më nuk është normal me refuzu 50 djemë që të paraqiten, ose 50 vajza me refuzu. Sepse disa thojnë, momenti që dalë nuk ndjej asgjë absolutisht. Nëse me krejt ndodhë kështu, kjo është për me u trajtu. Është çështja për trajtim. Po, është çështja për trajtim, pak duhet, më thonë, po, se ka dikush që të pëlqen pak më shumë, tani e din që mundesh me vazhdu muhabetin me ta. Hoxh, për fund, kur i vjen rani martesës 2, 3, 4-tës? Se ma shumë s'përshkoj, se veç 4 keni thonë. Na jemi, jo, s'kemi thonë, na feja, thëtë. Po feja, unë falë. Na jemi tuke folë për të parën një herë. E tash, derisa me të parën po ka shumë probleme, e derisa po ka vështërsi, s'po më martohen, ti vetë e përmende ma herë që po shtyhet e sene, me s'pikemi të zëtë disa ka njerë më martohen, lemo ka 2-3 herë, kështu që letë martohen ka njerë, pastaj njerëzit kanë arsyet e veta, po jo, kanë arsyet edhe ajo deri nuk është hapi i hoxhallarëve, as nuk mbyllet për hoxhallarëve, sepse kije njerëz që thojnë mos na mbyllni derën, po s'po ta mbyll më kërkush, ai ti të hap na derën, po s'po ta mbyll kërkush, të hap te kije, domethënë çështjet e fesë janë çështje të padiskutueshme apo të pakontestueshme. Mirë po, do të me fillu, që thash më herët, me prioritete, edhe pastaj nëse imponohet apo nëse ka nevojë njeriu, atëherë secili është rasti i veçantë që duhet me diskutuar dhe me dhënë përgjigje të veçantë. Të veçantë, domethënë en kas për rastin që të pyet. Domethënë do të mos specifiku rastin, andaj me shtjelluesit tim. Hoxh, faleminderit shumë që edhe këtë javë kontribuove për temën tonë dhe do të shihemi javën tjetër. Po inshallah, faleminderit edhe juve edhe teleshikuesve tuaj. Të nderuar shikues, ne kaq patëm nga sot për këtë javë, e kishim temën e martesës si biznes, dashuri apo sakrificë. Ne do të shihemi javën tjetër me tema tjera. Deri në takimin tonë të radhës, shndroni me programet e DTV Media. Mirëmbëjtje.